Rikthehemi sërish në bisedë me profesor Edmond Dragotin. Çfarë nuk guxojmë të pranojmë? Dhe pyetja ime e parë në këtë pjesë të dytë është kjo. A ka shoqëri të cilat kanë një sindrom nga e cila duket sikur nuk shpëtojnë asnjëherë? Ne shqiptarët kemi ndonjë sindrom për shembull? Nëse do i quanim sindrom. Po sipas asaj që ju profesionistët përkufizoni si një sindrom. Ka shprehje tipike me fjalë të sjelljes kulturore që trashëgohen brez pas brezi dhe që është vështirë të si më thonë të rehabilitohen, të rregullohen e tjera. Për shembull individualizmi shqiptar është tipik. Njerëzit janë të prirur për të krijuar për veten, për shtëpinë e vet, për fisin e vet, edhe nuk janë të prirur të marrin pjesë në komunitet në kuptimin e krijimit të një shteti e zëmë, të besojmë shumë gjërat tona. Lidhja jonë me pronën ka qenë e tillë që s'kemi pas pronë me fjalë, s'kemi pas qifligar ose baraktar ose kështu gjonash që kishin gjithçka, po niveli ulët kulturor i vendit ka qenë kaq i ulët, domethënë primitiv, sa në një studim të sociologëve italianë të vitit 1920, përpara 100 vjetësh, ato fshatarët e zonës së Tiranës dhe Durrësit jetonin në shtëpia padritare. Dhe jo shtëpia, po në kështu kasolle padritare. S'kishin konceptin e pronës, se s'kishin as tokë as gjë, dhe vetëm punonin si argat gjithkohës për beun, dhe kjo i bënte që ata mos kishin ndjesinë për të organizuar, për të bërë diçka, për të krijuar. Dhe po të shohësh sot tek ne, njerëzit e kanë të vështirë që të bëjnë vetë një gjë për grupin, për komunitetin, për veten e vetë bëjnë ndërtime pa leje, pa fund, por që të bëjnë rrugën e përbashkët të fshatit nuk e bëjnë dot. Presin t'ja u bëj shteti gjithkohës, që është shumë më lehtë ta bëjnë vetë, edhe të shpëtojnë nga problemi. Kjo do thotë që kemi të vështirë të organizohemi në këto nivele, vetëm për raste të mëdha. Domethënë ne shqiptarët njihemi si individualistë në kuptimin që Italia u bashkua shumë, domethënë në një iniciativë që patën përpara një shekulli, gjithë provincat italiane u bashkuan dhe Italia është një e tërë, pavarësisht se ka 10 principata e tjera që kanë funksionuar më vete dhe kanë qenë në nivel të lartë zhvillimi shoqëror. Dhe prap arritën të bashkohen. Ndërsa neve në një nivel shumë prapambetur shoqëror, edhe ekonomik, edhe industrial, e tjera, s'bëj fjalë për industrial, po bujësor, dhe kemi patur të vështirë të bashkohemi. Ne, Gjergj Kastrioti Skënderbeu, për ne është heroj për shumë gjëra, po kryesisht për faktin, sepse bashkoi principatat shqiptare. Dhe kjo është një gjë rrallë, edhe Ismail Qemali arriti më në fund të bashkonte. Dhe kjo është gati e pamundur. Nuk bëhen bashkë shqiptarët. Për shqiptarët, së bëhen bashkë. Kjo është. Shqiptarët nuk bëhen bashkë, edhe kjo ishte një analizë. Një sindrom kjo. Natyrisht kërkon është shprehi, është mënyrë të menduar, mënyrë është zhvillim kulturor, me fjalë, është prapambetje, është paaftësi për të reaguar ndaj nevojave tua dhe nevojave të grupit, shoqërisë. Megjithatë, zhvillimi është përcaktues, zhvillimi ekonomik, kulturor, po që të ketë një hop ndryshimi kulturor do të paktën 50 vjet që të kalosh nga një kulturë ke tjetra. Mendoj që në vitet 30-40, për shembull, në Shqipëri, në Bullgari punonte traktori në bujësi, ndërsa në Shqipëri groja të riqte përmendën. Jo kaun e runin për punë ndryshme. Qartë. E kupton, domethënë çat disnivelit jashtëzakonshëm. Po. Edhe e pa imagjinueshme diferenca, ndryshimi.
Me qënë se flasim për shoqërinë shqiptare dhe doja të ndaleshim pak tek emigracioni, i cili për shumë kohë patjetër që është bërë për arsye ekonomike, për të përmirësuar kushtet financiare, ndërkohë sot emigracioni duket se ka kosto. Ikën krahu i punës, mosha mesatare e popullsisë rritet. Si do të reflektohet emigracioni këtyre viteve, 10 vite më vonë, jo më largë se kaq? Në paksimin e popullsisë, në aspektin demografik, një nga problemet e mëdha që do kemi, në moshimin e popullsisë, do ketë më shumë pensionistë se sa punonjës. Për 10 vite? Po. Edhe në rënien maksimale të lindjeve, në rënien fare, sepse duke emigruar moshat e reja, ato riprodhohen jashtë të vendit edhe qëndrojnë atje. Por integrimin në Europë natyrisht që do na bëjë që të hapen dyrët më shumë edhe ta kemi shumë të lehtë shkojnë të punojmë jashtë, por do ta kemi pa aq të lehtë do ta kuptojmë më shpejt se më mirë është të punosh këtu se se jashtë. Dhe fakti shtimi, rritja e turizmit si një nga degët më të mëdha të ekonomisë tonë, sot për sot, do rrisi interesin e shqiptarëve për të punuar këtu, megjithëse turizmi është shërbim në përgjithësi dhe ne kemi shumë të vështirë të shërbejmë, ne kemi më të lehtë të bëjmë gjërat më dhaja, edhe sepse jemi mesdhetar. Do ta rendisje tek sindromat, edhe këtë kam përshtypjen. Natyrisht, edhe kjo është. E kemi shumë vështirë të shërbejmë sepse jemi mesdhetar. Mesdhetarët janë dembel në përgjithësi, sepse i kanë të gjitha klimën, të ardhurat nga toka, nga, si më thënë, flora dhe fauna e vendit që është shumë e pasur, ditët me shumë diell, të gjitha këto i bën njerëzit që të përfitojnë nga natyra, për të mos pa u investuar në natyrë. Nuk është merit e njerëzve që jetojnë këtu, këto janë të gjitha dhuratë. Janë dhuratë të gjitha. Dhe në përgjithësi po t'i vësh re mesdhetarët, jo të neve, po edhe italianët, edhe spanjollët, edhe grekët më keq se neve, punojnë më pak. Edhe jetojnë kryesisht nga renta, nga qerat, kanë nga 2-3 shtëpia. Spanjollët, italianët shquhen për që kanë 2-3 shtëpia dhe jetojnë me të ardhurat që marrin prej tyre. Përkundrazi në veri, gjermanët për shembull janë krejt ndryshe, sepse janë mesdhetarë, sepse s'kanë këto të ardhura, këto pasuri natyrore, dhe gjysma e gjermanëve jetojnë me qera. Si ka mundësi që ju thoni shqiptarët nuk janë shumë punëtorë? Nuk janë, ata punojnë vetëm kur shkojnë në emigracion, punojnë për tjerët e kanë. Po në Shqipëri nuk janë punëtorë shqiptarët? Po kjo është sindrom sipas teje. Apo jo? Po, nëse mund ta etiketojmë kështu. Po edhe pse jo? Pse jo? Se në fakt është një tendencë. Po megjithatë, integrimi do bëj këtë që do hapë më të vërtetë rrugët, do lehtësoj lëvizjen e njerëzve, por do krijoj mundësinë edhe për të njohur realitetin jashtë në perëndim. Do të ketë edhe rikthim, po thoni ju? Do ketë edhe rikthim masiv, sepse jo vetëm shqiptarët, gati 30% e francezëve duan të emigrojnë. Edhe francezët. Mendo. Shumica e mjekëve italianë shkojnë në Zvicër dhe Gjermani punojnë. Po jo për të njëjtat motive, profesor. Për para. Për para? Për para shkojnë. Për rrogë. Profesor, a është seksualiteti kaq i rëndësishëm sa thot Freudi dhe sa thoni ju? Natyrisht që unë s'krahasohem me Freudin, jo më pak gjithmonë, po është shumë i rëndësishëm. Është gjysma e problemeve të shoqërisë shpjegohen me seksualitetin kryesisht. Të paktën këtë e thon studiuesit në përgjithësi, me problemet e seksualitetit. Sepse njerëzit... Pse e lidhni këtë dhe me vendimarrjen politike? Ju kam dëgjuar me vendimarrjen politike. Po, qëllon. Po, shiko, seksualiteti është edhe mënyrë të përjetuari, mënyrë të menduari, lidhet shumë me përjetimin emocional, me ndjesin
me vetdijen në përgjithësi. Nuk është një gjë thjesht instinkt i pavetdijshëm, kaq edhe njeriu vepron fizikisht e tjera. Seksualiteti është vetdije seksuale, në kuptimin që është njohje e vetes, e ndjesive tua, e vlerave tua, njohja e vlerave të tjetrit e tjera. Është inteligjencë në thelb, është koeficient intelektual dhe inteligjenca seksuale sot është një nga fushat që njerëzit, studiuesit po investohen seriozisht, sepse është në vetvete ajo aftësia për të kapur sensin e realitetit të vetes, në kuptimin kush je ti, çfarë ndjesish ke, si reagon, ke parasysh që shumica e probleme lidhen kryesisht me paaftësinë seksuale. Domethënë njerëzit që janë aq të aftë, aq të zgjuar, inteligjent, që bëjnë punë të mëdha e tjera me radhë, janë të paaftë të reagojnë seksualisht në shumë aspekte, për arsye se nuk e kanë fuqizuar inteligjencën seksuale, nuk e kanë vënë trurin në punë mjaftueshëm për të reaguar ose për të perceptuar në mënyrë të drejtë për drejtë të realitetin seksual në një marrëdhënie me partnerin. Dhe kjo është një nga pengesat që është emocionale dhe është shpirtërore, si më thënë, kthehet një pengesë shumë të madhe kur nuk ka përcejt. Dhe ajo të pengon edhe në punë, edhe në marrëdhënie me partnerin, në komunikimet e përditshme, në reagimet e tua, reflektohet shumë dhe krijon ndonjëherë bëhet bazë për traumat saktuara, për divorce, për depresion, për vetmi. Për sa nga problemet që ne folëm deri në këto momente. Profesor, kemi përgatitur disa pyetje, përgjigjet sa më të shkurtra. Nuk janë pyetje kurth. Jo, nuk janë pyetje kurth. Janë informuese si biseda që kemi bërë deri tani. Çfarë do t'i thoni një personi që vuan vetmin? Dil prej vetes, futu në shoqëri, liroje veten, jepu për të tjerët, jo vetëm meri të tjerët, dil nga vetja me fillim. Kjo ka nevojë dhe për ndihmën e një profesionisti. Natyrisht. Ta hedh hapin Po tregojmë formale që shko ke psikologu. Kjo është e natyrshme. Ajo është një hap që duhet ta hedh. Çfarë do t'i thoni një personi që ka një histori të fshehtë dashurie? Mos e mbaj brenda vetes. Tregoje diku. Është shumë e rëndësishme. Cili është sekreti i një martese të lumtur? Kjo është shumë e veçantë dhe individuale, për një martesë e lumtur është njihe dhe respektoje vlerat e tjetrit, e partnerit. Baza çdo lumturie është respekti për tjetrin, për vlerat e tjetrit. Nëse ti mund ta njohësh, mund ta kesh qef atë, po se respektove, nuk funksionon, nuk jeton gjatë, dhe pasioni kur vjen puna, sa do i fuqishëm tjetë, është duket për i herë në qoftë se s'ka respektin. Nëse nuk është respekti. Cili është veprimi që nuk të pëlqen, kur e shikni në rrugë, ndoshta e shikni në auditor, në ambjente pune? Ignoranca, më çmend ignoranca. Domethënë nuk e duroj dot atë ignorantin, njeriu që s'di, njeriu që kërkon të di, që nuk përpiqet të di, e kupton? Ignoranca të bën kriminal, ignoranca të bën vrasës, ignoranca të bën të divorcohesh, të dhunosh, të përdhunosh, ignoranca të bën që të humbasësh ato që ke fituar, një ignorant edhe mund të fitoj shumë, po i humbet për i herë, nuk i vlen për të krijuar veten, për të qenë i dobishëm. Cili është leksioni më i mirë që keni marrë së fundmi? Sipas parimit, njeriu mëson gjithë jetën? Që ka marrë? Po. Ka marrë nga një anglez, jo së fundmi, po para shumë vitesh, para 20 vjetësh, ishim me programin Tempus, isha në Sunderland të Anglisë. Po. Është një universitet shumë i njohur për psikologjinë e shëndetit. Nga 2 muaj specializim atje për
hipnozën, suggestionin, autosuggestionin, edhe vinin psikologët ndryshëm, hipnotistë, që të regonin që si mund të shëronin me anti-hipnozës, sëmundjet ndryshme, tjera. Ishte një gjë interesante, kuptohet, dhe në atë mjedis kështu të ngarkuar, shpirtëror, emocional, psikologjik, qëllonte që shëtëpisja në ambient, u futa një dyqan këpucësh, që shisnin këpucë, dhe po shifja këpucë të grave. Po mendoja për grunt time që kisha në Shqipëri, të blija diçka, po s'kisha mundësin që të zgjithja dhe që duhej, sepse nuk këpuca është delikate, do të përshtatet, bëhet. Më vjen pronari i dyqanit dhe më thot, Meri, thot, i thash, shiko, unë jam nga Shqipëria, i thash, po s'ka gjë, po si bon, thot, sili prap. I thash, jo, unë jam shqiptar, i thash, dhe neve të marrim një vizë angleze, do na duhet njëherë në 5 vjet, i thash, ose në 10 vjet, i thash. Prandaj nuk vit dot. S'ka gjë, më tha mua, filloj pasaj më pyeti që bëni, kur pak kënaqësinë time për situatën ku ne nuk ishim të zhvilluar mjaftueshme tjera, tha mua mos u mërzit. Mësoni nga ne, tha, nga zhvillimi ynë, po jo çdo gjë, tha. Seleksionojeni atë që është dobishme. Pastaj shikoni me shpresë, tha, sepse ju jeni duke u zhvilluar, tha. Ke parasysh, tha, jemi drejt fundit, profesor. Ju jeni duke... Le ta nxjerrim mësimin që keni marrë dhe ju nga kjo histori. Jeni duke u ngjitur, tha. Prandaj duhet të gëzoheni, tha. Ne kemi arrit në maj, tha. Ne po zbresim, tha. Ne jemi të mërzitur për këtë. Mësimi madh, edhe shumë e bukur. Mbaj mend atë. Profesor, çfarë ju frymëzon tani që ndoshta dikur nuk ju ka frymëzuar, me një fjalë? Unë çdo kohë frymëzohem. Dakor. Mjafton të duash. Të duash të frymëzohesh edhe gjën kudo. Cili është veprimi i parë që bën pasi ke dëgjuar një klient, një pacient për traumën e tij? Filloj të mendoj, kuptohet, nga t'ja filloj. Kuptohet, historia e tij është më e rëndësishme, ku ti shef shumë gjëra, dëgjon shumë gjëra, mbashnime, krijon përshtypjen e tjera. Profesor, pasi kemi folur çfarë nuk guxojmë të pranojmë edhe ne shqiptarët, pyetja e fundit që do t'u bëj është çfarë mendimi keni për horoskopin? S'duhet ta besoj asnjëherë, sepse nuk dua të ndikohem. Çfarë shenjë horoskopi jeni? Se unë nuk jam tip që varsohem. Dhe horoskopi është tipikja që të bën që të varsohesh prej tij, nëse fillon ta besosh. Gjërat shumë mira nuk duhet ti duash shumë. Ashtu? Jo. Do të isha e lumtur në qoftë se do të kishim një takim tjetër enkas për varësit. Do doja shumë që të jepnim kohën e mjaftueshme dhe të flasim për to. Po, do vi, nuk e mendoja kaq interesant. Vërtet? Faleminderit shumë, faleminderit shumë. Shkojmë në një hapësirë publicitare, rikthehemi në pjesën e tretë. Faleminderit, ishte shumë